Mirë dhe mirë se takojmë shikues dashur të emisionit Business Plus. Sonte të ftuar në studio do të kemi profesorin universitar Gata Frexhepi, një herët edhe antar në Këshillin e Bankës Popullore të vendit. Profesor, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët në studio. Mirë se jeta. Profesor, të fillojmë atëherë nga titulli i dytë që ju përmenda si antar i Këshillit në Bankën Popullore të vendit. Një lëvizje që ka ndodhur ka qenë antarësimi i vendit në SEPA, si është pritur kjo nga autoritetet e vendit dhe cilat janë benefitet që ne mund t'i shijojmë nga ky antarësim? Absolutisht, mendoj që është një hap historik, ashtu është vlerësuar dhe në brenda Bankës Qendrore, do thotë është ka pas një tim numër shumë të madh punësuar brenda, të cilët kanë punuar me shumë përkushtim, një kohë shumë të gjatë, sepse kjo është një proces që zgjat. Para ceke që SEPA është një hap drejt integrimit në EU, do të thënë është si një ndër para kushtet e integrimit në EU, kështu që edhe në atë aspekt është një lëvizje jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne me 6 mars arritëm të jemi vendi 39 antar në SEPA, që është sistem i pagesor i veçantë, do të thonë për antarët e BE-s, vetëm për një krahasim për të kuptuar dhe benefitet, do thotë në mes antarëve të BE-s, antarëve të Unionit Evropian ta quajmë, edhe shteteve të Ballkanit Perëndimor, çdo pagesë që bëhet mes antarëve të Unionit Evropian është diku 12 herë më e lirë nga ajo që bëhet si pagesë që nga antarët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Thotë kjo do të ndikon në ulje të kostove të transaksioneve drastikisht, po përveç kostove të transaksioneve, kjo do ndikon edhe në përshpejtimin e transaksioneve. Kështu që për shembull tash pas antarësimit, do të antarësimi i plot dhe minimum prej 6 tetor, do të janë disa faktorë që në gjatë kësaj procesi ende teknikisht do të rregullohen, do të harmonizohen disa çështje, por për 6 tetor mundet të fillohet me antarësimin e plot. E tash, kjo është benefit jo për vetëm për shtetit ose për korporatat e mëdha, të cilët bëjnë çdo ditë transakcione shumë të mëdha. Është në benefit shumë të madh edhe vetë për qytetarët. Nëse e dim që Maqedonia ka remitanca ose vetë Ballkani Perëndimor ka remitanca në vlerë shumë të larta, për shkak raporteve që i kemi shumë vite, ajo që parashikohet është që të kostot, që ta kemi më qartë edhe për çdo qytetar, kostot do të ulen për dikun 3% pik, si quhem, momentalisht janë dikun 6.7 për afërsisht % harxhimet e transaksioneve, ndërsa ata do të ulen për 3%, do të thonë jo do të jetë tash 3.7 te 1%, si vlerë që është dukshëm një ulje shumë e madhe. Sipas disa llogaritjeve, pritjet janë diku në bazë vjetore të arrijnë deri gjysmë miliard euro kursime vetëm nga ky hap. Vetëm nga antarësimi në SEPA. Vetëm nga antarësimi në SEPA. Përveç asaj, është gjithashtu edhe për korporatat, mendoj që është shumë e rëndësishme edhe shpejtësia e transaksionit. Edhe kështu që transaksionet tash që do zhvillohen do të kryhen përmenda disa orëve, që jo në të kaluarën ka qenë shumë ditë zgjatë, ndërsa transakcionet që kërkohen ndoshta edhe urgjencë, që edhe sot ekzistojnë para ato janë për disa orë ose një ditë dy, kanë zgjatë, tash ato do të kryhen për brenda 10 sekonda. A i bie kjo që edhe prej subjekt afarist transferit të ndodhë në mënyrën e shpejtë ashtu sikur edhe për personat fizik, qoftë nga familjar apo nga dhënie i afër? Absolutisht, do thotë, nëse është me urgjencë, ata mundot transaksioni parat mund të jenë nga një vend në shtet tjetër në euro po flasim. Ne e dim shumicën e rasteve që keq përdoren në ekonomi. Kushtimisht tonë ekonominë informale që shumica e kompanive apo ka lloj persona të cilët janë jashtë vendit dhe këto transaksione kryen në mënyrë edhe ilegale. Shpesh herë ndodh që ka një diler atje në vendin e huaj, thotë sa para do t'i dërgosh nëpërmjet telefonit, ai ja dërgon dhe nuk le regjistron ato para. Besoj që kjo do ndikon edhe ndoshta që kompanitë transferojnë parat shumë më shpejt dhe të jenë sigurt në transferimin e tyre. Absolutisht, kjo do t'i ndihmon shumë ndërmarrjeve në Maqedoni, sepse ata do kenë e para, do të nuk do të kenë, sepse zakonisht kur janë taksat shumë të larta, provizionet shumë të larta, ajo me një mënyrë gjeneron edhe mundësi ose nxit ndoshta dëshirë për deviju, për qenë ndoshta jo në ato që quhen sistem ekonomik.
por mendoj që këto hapa dhe ulja e kostove do të bën irrelevante, do thonë nuk do ta bën më të logjikshme që dikush edhe të mirët me, do thonë, të insiston në menjanim të sistemit ekonomike. Kemi parasysh se shumë shtete cilët kanë vepruar në këtë formë kanë pas, do thonë, një parafrim shumë të sistemit tyre ekonomike me standardet e Unionit Evropian, dhe kjo ka ndikuar absolutisht që kjo ndërmarrje edhe më lehtë bashkëpunojnë, sepse shpesh edhe pagesat, sepse kemi parasysh për korporatat janë shumë të mëdha, edhe te pagesat kanë qenë këto probleme në negociata apo në bashkëpunime me kompanive maqënime, kompanitë të Unionit Evropian. Zakonisht pagesat ose dëshmia për pagesat, kanë qenë gjithmonë pengesë, sepse parat janë vandu një periudhë më të gjatë derisa kanë arritur destinacionin e dur, edhe gjithashtu edhe kjo mund të jetë një arsye që tash ndërmarret në mënyrë shumë më të shpejtë edhe të na shumë ma legale, ta quajmë shumë ma drejt, sepse unë besoj se çdo ndërmarrje e kupton rëndësinë e qenurit pjesë e sistemit dhe mos jetë pjesë edhe një evazionit të formave ndryshme, sepse ajo në afat mesëm, në afat shkurt ndoshta mund duket benefit për ndërmarrjen, por besoj gjithë e kuptojnë që në afat mesëm, në afat gjatë, ajo është shumë shkatruese edhe shumë e dëmshme për çdo organizatë. Profesor, kush e ka luajtur këtë rol deri më tani? Kanë luajtur bankat komerciale, kanë luajtur ndonjë institucion tjetër? Në transferimin e parave, pasi që është vetë Banka Popullore që akrediton këta institucione për të kryer këtë lloj shërbimi. Procesin e integrimit në SEPA e ka bërë, do thonë, Banka Qendrore. Por antarësimi, do thonë antarësimi ose Banka Qendrore krijon parakushte për bankat komerciale, sepse transaksionet prapë do zhvillohen përmes bankës komerciale, jo përmes bankës. Banka Qendrore krijon parakushtet për bankat komerciale. Tash është faza tjetër, që gjatë kësaj periudhe bankat komerciale përgatiten dhe bankat komerciale çdo njëra individualisht aplikon që të mund të jetë pjesë e këtij sistemi. Do thonë nuk tash Banka Qendrore në një mënyrë ka kryer pjesën e saj kur krijon parakushtin. Tash çdo bankë komerciale aplikon për të marrë licencën për të mund të jetë pjesë. Se kushtimisht nuk merr pjesë, do funksionon me çmimet veta bankat komerciale, prapë do të vendosin tarifat e veta të provizionit ata? Po, sepse integrimi, do të thonë, nënkupton edhe pajisje të nevojshme, do të thonë, do të jesh edhe në pjesën teknologjisë, teknikës, do të jesh i përgatitur për të mund të jetë pjesë e kësaj. Kjo do të thotë nuk është kushtimisht e thonë për gjitha bankat, ose çdo transakcion që do të kryhet në të ardhmen do të jetë me atë provizion që e bëjnë bankat në SEP. Por ne shpresojmë dhe jemi të bindur që gjitha bankat do të aplikojnë, sepse në këtë formë ata bëhen pjesë e një konsorciumi, ta quaj kështu, një grup është bankash që janë pjesë antare në SEP, janë diku nëse nuk ka bërë rreth 4000 banka. Kështu që nuk presim diçka e tillë, sepse edhe bankat është edhe interes të bankave që të morin qetë kush sa më e lider në këtë pjesë dhe kush qetë sa më shpejt pjesë e sistemit. Por gjithsesi ata cilët nuk do të jenë, ndoshta institucionet më të vogla, ndoshta nuk do dojnë të aplikojnë, besoj qytetarët shumë shpejt do ta kuptojnë, sepse ekziston një formë e tillë, cilët ka kosto shumë më të ulët dhe shumë më efikase, edhe ato pastaj do të jenë kujdesshëm dhe do të shkojnë atje ku të shërbim më ofrohen. Edhe me shifra jemi një ndër vendet që kemi, do thotë, shërbimet bankare i përdorim shumë më shumë se vendet e rajonit. Nëse marrim krahasim me Shqipërinë, shumë më shumë qytetarë në vendin tonë ka kartel bankare se sa që kanë qytetarët në Kosovë ose në Shqipëri. Kjo do të thotë që do ta lehtëson ndoshta edhe shkëmbimin dhe këta qytetarë do të mund kartelat e tyre të përdorin jashtë shtetit me provizione më të ulta në antarësimin e këtij institucioni. Pjesë e SEPA-s, do thonë përveç ne në këtë paket është edhe Malizi, Shqipëria dhe Moldavia. Kështu që do të thonë edhe Shqipëria bëhet pjesë e këtij sistemi dhe mendoj që edhe ata bëjnë hapa të shpejt gjatë përdorimit edhe të karteleve edhe të sistemizimit. Absolutisht po, do të thonë, kur të jenë gjitha këto shtete, gjitha shtetet që janë pjesë e SEPA-s, dhe gjitha vlen këto parakushte. Ekzistojnë edhe forma tjera tash, bashkëpunime tjera që janë duke në proces, por ato ndoshta të njëherë tjetër kur do kryen si procese. Profesor, që janë bashkëpunime më rajonale që nën kupton gjithashtu edhe do të jenë në kontekst të uljes të kostove brenda rajonit. Mos janë iniciativa kështu sikur kjo organizatë që është bëhet 39 shtete. Profesor, dhënat e Bankës Popullore flasin që ka rënje depozitave të korporatave, por nga ana tjetër edhe ulje e kredive nga afarist korporatat më dha.
çka kanë qenë disa faktorë që kanë shtyr në ulje të këtyre normave të themi të depozitave, por edhe të kredive nga ana e korporatave? Nëse analizojmë tregun e kredive dhe depozitave në maqëni, është kryesisht stabil. Edhe në pjesën e konsumatorëve, edhe e qytetarëve ta qymë, edhe pjesën e korporatave. Zakonisht lëvizjet janë ciklike, ka periudha ku bizneset nuk janë shumë aktive, nuk kanë shumë lere, për shumë shumica e bizneseve gjatë dimrit tregojnë që tjetë shtohen depozitat, ullet kredia, pastaj gjatë pranverës mund të shohim që shtohet përqindja e kredive dhe ullet e depozitave. Për shembull, në muajin dhjetor, nëse s'gaboj, depozitat e korporatave u rritën për 9%, kanë qenë rritje, ndërsa kreditet kanë qenë për 4%. Por relativisht ky treg është shumë stabil, ndoshta edhe për te pritjeve është shumë stabil sepse vret një rritje e depozitave dhe vret një kërkesë relativisht jo shumë e lartë, por relativisht është aty, do të thënë pozitive zakonisht. Edhe në kontekst të qytetarëve, edhe tek depozitat e qytetarëve, edhe depozitat, edhe kërkesa për kredi, edhe aty është një moment interesant kohës funit, sepse vëret rritje pak më e madhe të depozitave në krahasim me kredi. Do të thonë, kredit rritën, por në përqindje më të ulë krahasim me rritjen e përqindjes të depozitave. Jo diskrepancë shumë e madhe, por e vret. Kjo ne e shpjegojmë në logjikën se mund tjetë edhe rritja e rrogave që i vrejmë muajt e funit, do thënë 2 vitet e funit, sepse gjithsesi rritja e rrogave ka qenë në shumicën e rasteve në përqindje, që do të thotë shtresa që ka qenë me të ardhurat larta, në përqindje ju vjen një shumë më e lartë që ju është rroga dhe ata ndoshta kanë mundësi edhe për më shumë kursime. Por nuk është diçka që është në alarmante që ndoshta edhe do të shqirtohet, por gjithsesi janë trende pozitive. Është interesant trendi rritjes në kredive të qytetarëve apo ambistrive për të blerë shtëpi, për të blerë banesa. Nga ana tjetër, afaristët nuk të rjekin kredi për të investu kushtimisht në sektorin e ndërtimtarisë, por edhe numri i qytetarëve shkon duke rënë vendin tonë, duke migruar jashtë. Nga ana tjetër numri i kredive shkon duke rrit. A është kjo pasojë e çmimeve që janë duke shkuar në mënyrë drastike të larta për sektorin e ndërtimtarisë, që ndoshta kushtimisht thënë një e dytë ose një e treta e qytetarëve duhet marrin më shumë kredi se sa që kanë marrë kur kemi qenë popullat ose numër më të madh? Ja, perceptimin tim, nuk do të thotë që mund të jetë edhe sakt. Një ndër faktorët, absolutisht edhe kjo, është kuptojmë tash një pjesë e madhe e qytetarëve në mashuni e jetojnë me të ardhura minimale. Fatkeqësisht, që nuk duhet të jetë ashtu, sepse tyrat minimale janë vetëm për hyrje në tregun e punës. Thënë në një vend pune, rroga minimale duhet të jetë vetëm sa një punësues punësohet, mund të jetë 6 muaj e para dhe pas asaj një vit maksimum, edhe pas asaj duhet të kalon në nivele më të larta të marrjes të rrogës. Jo të jetë e lidhur me rroga minimale, fatkeqësisht tek ne shumica e rritjeve që ndodhin në numër shumë të madh e qytetarëve, rritja e tyre ndodh përmes rrogës minimale. Përveç gjithçka e shohim se inflacioni ashtu ka qenë, po sidomos te pjesa e shtëpive, banesave, kjo rritje ka qenë pak më e dukshme, sepse bëhet fjalë edhe harxhim shumë i lartë, se nuk është edhe produkte tjera s'ka pas të natë një çokoladë apo diçka tjetër, por ata janë produkte të lira dhe ne nuk na randojmë buxhetin. Nëse do në hanë çokoladë, nëse s'do se hanë për shtëpi, është produkt që mund ta blesh elementar. Por kur bëhet fjalë për shtëpi ose për vlera tjera që janë vlera shumë më të larta, ajo gjithsesi ka dhënë shumë të lartë. Ajo që ndoshta edhe në mediume ndoshta kësa sugjeruar dhe për të ardhmen diskutohet më shumë është ne shumë kemi më shumë peshë është kushtu çmimeve të produkteve. Edhe ato kanë lëviz, por ato shpesh edhe janë ne jemi në varur për çmimeve. Supozojmë produktin që importojmë për Gjermani, ti je varur në çmimin se ajo cakton kompania gjermane. Por ajo që vren në tregun ton, që ndoshta më pak i kemi kushtuar rëndësi, po është shumë e rëndësishme, është çmimet e shërbimeve. Unë mendoj se çmimet e shërbimeve janë rrit ekstrem shumë lart, janë edhe nëse janë ato nuk miren në indekset e kalkulimeve për shkak se nuk llogariten si produkte bazë për jetë, por ato janë pjesë e rëndësishme e për ndërtimtarinë dhe shumë sektore të tjerë. Domethënë sot nëse e vren një larje veturës ka arrit çmimin e afër 400 denarëve për shembull, që është
jashtëzakonisht çmim shumë i lartë për një rritje shumë i lartë. Pyetja me çka do mbijeton ai që lën vetura? Se aty ju kanë shtrituar gjëra që ai duhet ti blej për t'jetu. Edhe shtëpia dhe gjithçka tjetër. Absolutisht, për atë po flasim te shërbime është një distorzion i tregut. Askush nuk e din a është çmim aq si duhet. Ekonomia e tregut, do të thonë tek shërbimi, sepse ka te shërbime zakonisht ofron si thon mjeshtër që nuk janë të regjistruar. E ato mjesë nuk i regjistron, në shembull, tek ti vjen pagun 200 euro, tek unë pagun, më fal, 100 shërbim 50 euro. Ton është një distorzion që përdoret i këtë që thënë mjegull që ekziston në treg, ku konsumatori nuk është e ka dhe të qartë se çmimi për shembull i instalimit të një rrymë sa kushton. Shumë pak. Te produktet është kjo pak më evidente, më shumë shifrat. Mund kontrollohet. Te produktet mund të jetë kontrollueshme. Absolutisht. Te shërbimet është shumë e vështirë ti ta dish një instalim tash, një rrymë, një kabullo atje dhe sa kushton ajo, sa duhet kushton. Në këtë kontekst do shta duhet një farë përkushtimi, një analizë më e thellë për të pasur çka të ndodhë edhe me shërbimet. Në tjetër obligimi i Bankës Qendrore është që të majë në kontroll inflacionin, majë në kontroll normat e interesit, u përballën qytetarët gjithë ne u përballëm me norma të larta të interesit sa i përket periudhës pas Covid. Pasi që banka më duket të shfrytëzon edhe limitin e fundit që është i caktuar nga Banka Popullore për normat e interesit. Në këtë e përmendet edhe më herët, jemi relativisht në një periudhë stabile ekonomike. Nga çka mund të jemi të cënuar? Që jemi tani në rregull, mirë po mund të kishim qenë edhe keq. Nga cilët faktor mund të kishim qenë më keq? Ka do të kishte ndikuar që ne ekonomikisht jemi edhe më keq. Shumë faktorë, si por ne kur bëjmë parashikime ekonomike, sepse si institucion du të jemi shumë kujdesshëm, thotë si ekonomi edhe si shtet du të jemi shumë kujdesshëm kur bëhet fjalë për çështjen e shtetit. Çdo lëvizje që të shumë e matur për të marrë mendje se do të thënë gjatë kësaj periudhe Covidit dhe sa ishte, do të thënë Banka Qendrore ishte në bashkëpunim kontinual me gjitha institucionet më relevante, sepse vetëm ashtu arritën gjitha shtetet ta luftojnë, ta çojnë në inflacion, i cili arriti për masa të larta, por do të ishte shumë më të larta, sepse ne vërim që ka edhe shtete tjera që ende nuk kanë arrit ta ulin inflacionin, përkundrazi këto shtetet në Europë që gravitojnë, ta që dhe Ballkani perëndimor këtu, në koordinimin edhe Bankës Qendrore Evropiane, do thonë kanë arrit përmes shumë kontakteve, shumë bisedimeve, kanë arrit të lëvizin dal nga dal, do nuk ka qenë lëvizja dhe rritja e normave të interesit nuk ka qenë për një herë, por ka qenë kontinual. Nëse e vreni tash, për shkak se situata është më stabile, por ende është, do thënë, për shkak gjendjeve që ndodhin në Europë, do thënë mos harrojmë se kemi luftë, tash e kemi edhe Amerikën, ku janë shumë faktorë që ende nuk janë paqarta si do të ndikojnë në ekonominë e Europës. Edhe këto e mbajnë që Banka Qendrore, do të thonë nëse e keni vrejt 2-3 herët e fundit, nëse s'gaboj, ishin që norma interesit bazik vetëm është ul, ka pas do të thonë sinjale pozitive në ulje, dhe unë besoj që tash nuk mund ta dim se si do ndodh, por shpresojmë që gjërat do të shkojnë pozitivisht edhe më të tjerë. Pritet që të jetë një normë interesit stabil, do thotë mos të kenë qytetarët vetëm në rastin nëse goditet Gjermania dhe vendet e fuqishme të Bashkimit Evropian që ne kemi shkëmbimin e lartë tregtar. Përndryshe në rast jo krizës globale mund të jenë interesi stabil në vendin tonë. Ne jemi ekonomi shumë e hapur. Do ta kuptojmë çdo ekonomi, zakonisht ekonomitë e vogla janë ekonomi shumë të hapur. Do thonë ekonomitë e mëdha mund të jenë të mbyllura, për shkak se nevojat e shtetit i arrin të përmbushin me prodhimet që i kanë vendore. Sa ekonomitë e vogla ashtu se pamundur, thuaj se e pamundur të jemi në nivel që ta mbyllim ekonominë dhe mos blejmë dhe shesin që nga produkte shërbime. Për atë arsye, do ne shumë të varem, edhe kur është ekonomia hapur, inflacioni është ndonjëherë dhe importohet, siç ishte gjatë periudhës Covidit. Do nuk ishte inflacioni që ishte nga brenda, burimi nuk e kishte, por e kishte nga jashtë. Dhe ai inflacion është më i rëndi më luftu. Edhe do thonë shpresojmë që gjërat do të shkojnë pozitive në të ardhmen, nëse ndodh ashtu gjithsesi nuk kemi pse presim. Ka pas raste keq përdorimit kushtimisht nga institucionet bankare që kanë shfrytzuar momentin për të rritur normat e interesit për kredit për anvisri. Nuk kemi informata të tilla, unë personalisht nuk kam informata të tilla, shpresoj që askush, sepse edhe bankat komerciale fundja konsumatori do ta kupton shumë shpejt, klienti do ta kupton shumë shpejt nëse rast diçka e tillë ka ndodhur dhe
ajo është i lirë të lëviz për një bankë në një bankë tjetër, që nuk besoj që do të dërmerr dikush dhe një hap tillë. Profesor, sa janë të mbrojtur qytetarët prej shërbimeve bankare? Si banka qendrore që ka edhe një prej obligimeve të saj, a janë të mbrojtur qytetarët skajshmërisht mirë nga sistemi bankar financiar? Në bisedat personale që i kam pas me stafin që është përgjegjës për pjesën cilët e cekat, unë mendoj që ne kemi të angazhu me ekspertat më të mirë që është e mundur që t'i kemi në këtë vend dhe kemi soferet më të mirë të mundshëm që sigurojnë një japin një garanci shumë të madhe. Do të thonë, sistemi nuk është i lidhur vetëm tu tek ne, janë gjithsesi edhe me vende tjera, institucione tjera, kështu që nuk besoj që mendoj që çdo kush do të jetë shumë i qetë në këtë kontekst. E përmendëm lëvizjet në tregjet globale, marrë parasysh konfliktet që janë duke ndodhur Rusi-Ukrainë, lindjet e mesme, por tani edhe më e reja nga taksat që presidenti Trump vendos të ketë për shtetet caktuara apo raportet ekonomike që i kanë me vendet e tjera. Në gjithë botën e pam disa shifra të ulta për vendet tona të Ballkanit Perëndimor, që supozoj që të jetë jo e levërdishme ndoshta për vendin tonë, pasi që nuk është që kemi ndonjë shkëmbim të lartë tregtar ne me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo nuk do të thuhet që ja kemi diçka që ne mund ta përdorim mirë për ekonominë tonë. Si vlerësohet kjo? Marr parasysh taksat që do t'i vendojnë Gjermanisë, shteteve tjera që janë më të fuqishme se ne, a do ndikojë kjo tek ne? Drejt për drejt, do thotë gjithsesi, sepse bot mas që është e qartë, është 33%, edhe ajo gjithsesi mund do të ndikon, por do të ndikon shumë pak, për shkak se ne kemi shkëmbim tregtar shumë të ulët me Amerikën. Por rreziku është indirekt tek shtetet të cilët thash ne bashkëpunojmë. Tu e kam fjalën kryesisht për Gjermaninë dhe shtetet e Unionit Evropian. Thotë masa e presidentit Trump është konform një strategjie që ja ka filluar dhe do të vetëm një sqarim të shkurt, sepse është krijuar një pak sa arita sot më gjest për shof, është kriju një mjegull, thotë bot fjalë për masë reciprociteti, që në kupton, ai ka analizu gjitha normat e interesit, unë besoj që shumica e njerëzve që e kanë ditë që është edhe ashtu, shumica shteteve do të thonë kanë vendu tarifa shumë më të larta ndaj Amerikës se sa ndaj Shtetet e Bashkuara ndaj tyre. Dhe ai thotë që unë do të vendoj tash 50% taksa mbas të asaj që ka qenë. Maqedonia ka pas 0.5% taksën ndaj Amerikës, për atë arsye ka 33%, Kosova e ka pas 10%, vazhdon të ketë 10%, edhe Amerika ndaj Kosovës e ka 10%, Shqipëria ka pas 10% ndaj Amerikës, Amerika vazhdon të ketë ndaj Shqipërisë 10%, nëse zgaboj për ashtim e pash blic tabelen, jo dhe Serbia është ashtu gjysë e asaj, për vetë Afganistani që nëse zgaboj kishte 10% Amerika, dhe pse Afganistani kishte shumë më të lartë, dhe thënë kundrejt Amerikës, do të thënë për gjitha shtetet tjera, për shumicën e shteteve tjera, sa arita të shoh, thash blic, nuk arita në detaje të shoh, ishte që është gjysë për gjysë e tarifës që ne imponojmë atyre. Kështu që nëse dëshirojmë ta kemi edhe ne 10%, atëherë basta logjike duhet edhe ne ta kemi 10% ndaj Amerikës dhe edhe ne. Rreziku na vjen nëse goditet kushtimisht shtetet e mëdha që na kemi të shkëmbim të lartë tregtar, Gjermania. Nëse mallrat e Gjermanisë nuk do të shiten në Amerikë, a do të nënkupton kjo se Gjermania duhet gjej treg alternativ për të sjellur ato produkte ndoshta tek ne me një çmim më të lirë, po nga ana tjetër, nëse Gjermania i nevojitet kushtimisht materiale apo ndonjë landë e parë apo diçka nga Amerika, që do t'i taksohet me një taksë më të lartë, a do të rriten çmimet këtu tek ne? Unë personalisht nuk besoj që kjo luftë do zgjat gjatë. Mendoj që do të qetësohen gjitha shtetet dhe do të gjejë një kompromis që do të jetë i përshtatshëm, se bëhet fjalë për ekonomi shumë të mëdha, do të thonë bëhet interesa shumë të mëdha. Do të thonë, unë e lexoj shumë shkurt interesin e Amerikës është që ti detyron kompanitë nga Europa që të hapin fabrika në Amerikë. Këtu është ideja. Kretë, do të thonë, që atje të prodhojnë. Nëse prodhojnë, për shembull, kompania gjermane atje, atëherë taksat janë vlen ndryshe, nuk vlen këto taksa. Unë besoj që gjithë të kompanitë, gjithmonë kompanitë kanë qenë kështu agile dhe i dinë si të përshtatën, nuk besoj që dështa do të ndodhin gjërat
të mëdhaja në afat që më të mesëm. Besoj që shpejt ata do të rregullohen, sepse edhe Amerika dhe Evropa do të kuptojnë se duhet gjejnë një gjuhë përbashkët të bashkëpunojnë në këtë kontekst. Për shembull dëgjova kryeministrin e Australisë, i cili nuk i kthen një të masë. Që u besoj që gjëra do të qetësohen, nuk mund ta them me ekspertizë këtë gjë, por besoj që është akoma në fazë të parë, kjo edhe nuk po di se si do të reagon. Por në vendin tonë po vazhdojnë nga lidhja e sindikatave të ketë protesta për çështjen e rrogës, e rritjes rrogës minimale. A janë të mjaftueshme 1800 denarë rritje kur përqovim se vendet e rajoneve se më për pos Kosovës, që është një shtet shumë më i ri dhe shumë me më pak institucione, kushtimisht financiare, ekonomike për të rregulluar ekonominë e vendit tyre, ne jemi më të ulti sa i përket rrogës minimale në rajon. Dhe sa është e drejtë, apo cila do të ishte idealja për rrogë minimale? A është mjaftueshme 24.300 denarë apo 400 denarë? Rritja e fundit, propozimi i fundit apo ligjor që është për rritje të pagës minimale? Do thot te paga minimale mendoj që kur u zhvilluan bisedimet mes sindikatës dhe qeverisë, nëse zgaboj edhe kjo qeveri thot atë që paga minimale është rritë në bazë të ligjit të ri i cili ka hyrë në fuqi prej 1 janar 2025. Ishte prej 2023, por në fuqi oficialisht hyn në 1 janar 2025. Në bazë të atij ligji, nëse nuk gaboj, metodologjia e cila përdor, ky kalkulim është i saktë. Sipas metodologjisë është shumë i saktë. Formula ka rezultuar po mirë. Ashtu don gabimi është fillimisht e vetë sindikata që kur është desht, kur e kanë vendu metodologjinë, a desht jenë shumë më kujdesshëm. Ata u orientu nga inflacioni i cili ishte shumë i lartë atë periudhë, edhe në metodologji e inkorporuan inflacionin. Ndërsa gjithsesi nga ana tjetër ekonomistët që kanë qenë brenda ata kanë ditë që inflacioni është afat shkurt, edhe ai mund të jetë 1 vit, 2 dhe pas asaj inflacioni do vinë në atë që thujmë inflacionin natyrshëm. Ai bie kjo një hile nga ana atyve që e kanë përpilu këtë ligj. Tash nuk e marr guximin me vlerësu, por e shoh një profesionalizëm, ndoshta nuk e di, ja kanë lishuar, nuk po duhet të përdori një fjalë që mund edhe të prekë dikush, por bëhet fjalë për një metodologjia, ta quaj personalisht, mendoj që është më mirë të mendohet në këtë kontekst, sepse ata kapën metodologji. Sepse normal, edhe mund të pyetni, a është mirë të kemi metodologjia çdo 6 muaj ndryshme? Jo, sepse çdo ndërmarrje, do ta kemi tash parasysh edhe anën e ndërmarrjeve. Çdo ndërmarrje bën parashikime, bën buxhetime. Edhe nëse atë e kanë pa metodologjinë, edhe e kanë ditë që sindikata dhe gjithë tjerë janë pajtu për këtë metodologji, edhe ndërmarrjet tash kur bëjnë parashikime, e bëjnë parashikimet me këtë buxhet. Do thonë, duhet të herën tjetër, do shta ta angazhojnë edhe ekspert, do shta dinë që kur dakordohen për një metodologji, ato që sigur që metodologjia ka më siguru atyre një pak stabile për një periudhë më afatgjatë konform standardit si rritet. Sepse kështu, do thënë tash, unë nuk i them që nuk duhet të rritet rroga, paga minimale mos keq kuptohem, po vetëm duhet të them që vërtet është edhe vështirë dhe për ndërmarrjet, edhe vetë organizatat që ti ndryshojnë parashikimet çdo 5-6 muaj, sepse bëhet fjalë për shumë dhaja dhe ata është e vështirë edhe ti kompenzojnë. Herën tjetër, ata kur tulen, duhet ulën, diskutojnë metodologji të duhur, e cila nuk do nxjerrë kërkan në rrugë. Veç edhe një këshill socioekonomik që duhet mirën parasysh interesat e punëdhënësve, interesat e punëtorëve edhe sindikat. Nuk është marrë as pak parasysh mendimi i këtij këshilli socioekonomik, por ka rezultuar drejtë në miratimin apo ndoshta momentalisht fuqizimin e asaj formule që rezulton për rritjen 1.800 e diçka denar në aspekt net apo 2.000 diçka në aspekt bruto. E para, do të thënë personalisht, mendoj që e para që qeveria do të bën, do të thënë sindikata, qeveria, gjithë institucionet relevante në këtë rast, duhet të akordohen për shportën konsumuese. Do të thënë ne kemi disa thonë aç është, disa e pranojnë. Por shtypja ime është që është e tepruar shporta konsumatore sepse nuk ka një matje të saktë. Pa, për atë arsye e para duhet bëhet ajo. Pasi të bëhet shporta konsumuese, unë në metodologji personalisht nëse do kishte konsultu, unë do të kisha sugjeruar që metodologjia do të jetë minimum, do të vija e kuçe do të jetë
50% e shportos konsumuese. Thonë sepse në supozimi që paga minimale do të jetë minimum po flasim, mbi atë ose një ideale do të ishte 60% e shportos konsumuese. Edhe në këtë kontekst gjithë njerëzit, sepse supozohet që 2 persona do angazhohen në punë, të jetë në punësum, dhe 2 personat mund të jetojnë normal jetën. Sepse absolutisht pajtohem, njerëzit duhet të jetojnë mirë, sepse edhe pagat në rajon ngecim shumë, nuk ngecim pak, ngecim shumë, sepse shpesh për ceka që për 3 viteve është rrit rroga kaç, por unë në mes shokëve do ndodh edhe pjesa e asaj që më herët e folëm që pastaj nuk do të dim se sa do na i lipin për punë shërbimesh. Ata që kanë ngel këtu. Absolutisht. Ne nuk do t'i bëjmë me paga të mira. Pastaj do të përballemi sigurisht me këtë që përballemi sot që nuk kemi një çmim stabil në treg për shërbimet që absolutisht për atë arsye të thash, do thonë ne si qeveri gjare ku gjitha qeveritë do thonë kanë një të ngjase e paraqesin si në hyrje në dalë se si është rrit rroga minimale, rroga mesatare. Analiza nuk është ashtu, analiza është duhet krahasohet me shtetet në rajon, sepse edhe në Kongo njerëzit jetojnë më mirë sot ndoshta se para 4-5 viteve. Por çështja është se ne a kemi një krahasim minimum rajonal. Do thonë Shqipërinë nëse analizojmë, Shqipëria ka qenë në shumicën e parametrave ekonomik shumë brapa maqenisë, pastaj u afru, tash e te kalon. Do thonë në rast që edhe plus buxheti nëse e morëm në ekonomistë ton, është ka lëvizur mjaft shumë, thonë ne unë nuk e konsideroj maqeninë si shtet i varfër. Gjithsesi jo në për masat shumë pasur, por unë nuk mendoj që ne jemi shtet i varfër për dy të gjejmë. Por shpesh çdo ekonomist mos bëhem edhe unë kështu i tepërt, gjithsesi sepse edhe MMF institucionet tjera gjithmonë kanë rekomanduar që edhe produktiviteti duhet ecë. Do thonë unë e kam cek edhe nëse zgaboj një emision tjetër që është mirë, nuk mos përmendi sektorin, një sektor u rritën rrogat për tikun 45% se zgaboj, që është shumë mirë, që është shumë për të përshëndet, por asnjë mas nuk u mor për të rritë cilësia ose kërkesat e atyre të punësumve. Edhe kjo është absolutisht mendoj që shumë e gabuar, sepse kur jep rritje rrogës, duhet rritesh edhe performancën e tyre, duhet rritesh produktivitetin që në ekonomi. Në të kundërtën është e kot rritja e rrogave, sepse do rriten prapë, do rriten shërbimet edhe produktet me çmim. Edhe pse di që shumë pak edhe shumë rrallë jep mendime për politika ditore të cilat përdoret, mirë po këtu e du një koment nga ti profesor. Sa është e drejtë që për 9 muaj, 6 muaj është rritja e pensioneve, 2 nga 2.500 dinar, 5.000 dinar. Dhe të rritet rroga minimale për pensionat të cilët janë aktiv dhe që duhet mbulojnë fondin pensional, që ata pensionerat marrin këtë rritje, të rritet rroga 1.800 dinar. Unë do të them kështu, unë jam jo vetëm rroga minimale. Personalisht, në çdo takim, çdo bisedë që kam, çdo herë ceke që rroga e atyre që janë të ri, ku shumica e këtyre me rrogë minimal janë edhe të ri, duhet të rritet shumë më shumë, ose minimumi të jetë 60% e shportës konsumuese. Nëse analizon sa shporta konsumuese sot, i bie që të jetë ndiku në 36.000 dinare më shumë rroga minimale. Është për të përshëndetur edhe iniciative odës ekonomike riprendimore, të cilët kanë qenë të gatshëm për ta bëjnë këtë gjë, edhe unë mendoj që ka hapësirë për rritje të rrogës patjetër. Pjesën e pensioneve nuk do ta komentoj. Mendoj që do ta e kuptoni përgjigjen. E kemi zgjedhjet lokale, e kuptoni përgjigjen se çka do të na duan pensionistët për zgjedhje lokale. Profesor, falenderoj shumë për këtë kontribut dhe këtë bisedë që na mundsuat në studion tonë. Ishte kënaqësi çdo herë. Faleminderit. Nderuar shikues, këtu do ndajemi nga ky emision, besoj që takohemi në emisione të tjera, bashkëmirupafshi nga Unë Natën e Mirë.